Përshëndetje të dashur shikues. Në episodet pasardhëse të serialit Jabani do të ndiqni. Hande i zbulon Iskenderit se ka një plan të menduar me kujdes. Ajo është e vendosur të zbulojë të vërtetën që fshihet pas veprimeve të Serhanit dhe beson se momenti i dur është shumë pranë. Vendosmëria e saj tregon se nuk ka ndërmend të tërhiqet pavarësisht rrezikut. Ndërkohë, Hande e ve planin në lëvizje. Ajo e fton Serhanin në shtëpinë e saj për një darkë që në pamje të parë duket e zakonshme. Atmosfera është e qetë, por pas kësaj qetësie, fshihet një qëllim i rrezikshëm. Në një moment, ajo hedh fshehtas diçka në pijen e tij. Pa nga pak, Serhan fillon të humbas fuqinë. Trupi nuk i bindet me dhe mendja i mjegullohet. Në këtë gjendje pa fuqie, Hande përfiton nga momenti dhe përpiqet të nxjerrë të vërtetën. Ajo është tynë të tregojë arsyen pse ishte në depo atë mëngjes. Nën efektin e asaj që i kishte hedhur në pije, rezistenca e Serhanit thyet. Fjalët i dalin me vështirësi dhe nga goja e tij del vetëm një emër i vetëm, i përshpëritur me z të dobët, Yaman. Ky emër ndryshon gjithçka. Dyshimet e Handes marrin formë dhe rruga drejt së vërtetës bëhet edhe më e rrezikshme. Ajo tani e di se pas gjithçkaje fshihet një lidhje shumë më e thellë nga sa kishte menduar. Nga ana tjetër, Yaman, i shtyr nga dhimbja dhe vendosmëria për të zbuluar të vërtetën rreth vdekjes së Ryjas, përballet drejt për drejt me Derin. Ai është i bindur se zinxhiri i fajit po ngushtohet dhe se, nëse Iskender nuk është përgjegjës dhe as nëna e saj, atëherë i vetmi emër që mbetet është Derini. Me prova në duar, Yaman i tregon asaj sendet që janë gjetur në makinën e Ryjas, sendet që i përkasin Derinit. Ai kërkon një përgjigje të qartë. Derin mbetet e habitur dhe e tronditur, duke pranuar se sendet janë të saja, por nuk arrin të kuptojë se si kanë përfunduar në makinën e Ryjas. Tensioni rritet, Yaman i acaruar dhe i lënduar e shtyn përballjen deri në kufi. Ai kërkon vetëm një të vërtetë vetme, një përgjigje që mund të ndryshojë gjithçka, nëse ajo është përgjegjëse për vdekjen e Ryjas. Në atë moment, Derin bën një veprim të papritur. Ajo merr armën dhe e drejton para vetes. Gjendja bëhet ekstreme dhe e mbushur me ankth. Nëse Yaman nuk është i aftë ta vras, ajo betohet se do të jetë vetë ajo që do ta vras atë, sepse nuk pranon të jetë e akuzuar për një krim që sipas saj nuk e ka kryer. Kjo përballje shënon një pikë these. Besimi shkatërrohet plotësisht dhe urrejtja za vendin e çdo ndjenje tjetër. Serhani afrohet Handes me një propozim të rrezikshëm. Ai i kërkon asaj bashkëpunimin kundër Yaman Aliut, duke treguar se loja që po luhet është shumë e madhe dhe më e errët nga sa duket. Qëllimi i tij është i qartë, por pas këtij afrimi fshihet tradhti dhe manipulim. Papritur, Iskenderi bëhet dëshmitar i një skene që ndryshon gjithçka. Ai kap Serhanin dhe Handen në një moment intim, duke u puthur. I tronditur dhe i mbushur me zemërim, ai nxjerr armën. Tensioni arrin kulmin dhe mbetet e paqartë nëse ai do të dalë përballë tyre apo do të zgjedhë të tërhiqet për një moment. Nga ana tjetër, Yaman i drejtohet Derinit dhe i kërkon ndihmën e saj. Ai premton se gjithçka do të marrë fund shumë shpejt dhe se e vërteta do të dalë në dritë. Derini megjithatë vendos një kufi të qartë. Ajo nuk do të lejojë që nëna e saj të sakrifikojë edhe një fëmijë tjetër të pafajshëm. Ndërkohë, Asi dhe Alaz përballen me një situatë ndjeshme që i ve përballë ndjenjave të tyre të vërteta. Asi për një moment e pranon se nuk e ndjen fëmijën si të saj, një rrëfim që e trondit Alazin. Pavarësisht kësaj gjatë episodit, Alazi propozon martesë asaj, duke shpresuar se kjo lidhje mund t'i japë fund pas sigurisë. Vendimi i Asit mbetet i hapur. Serhan vazhdon të ndjek vetëm një qëllim, që gjithçka të shkojë sipas planit të tij, në mënyrë që mund të bashkohet me djalin e tij të vogël, por pengesa më e madhe për këtë është Hande. Mbetet e paqartë nëse ajo do të lejojë këtë apo do të përdor fëmijën si pjesë e lojës së saj. Një tjetër zhvillim i rëndësishëm, vëllai i Asit, bashkëpunon me Yamanin për të shpëtuar motrën e tij. Ndërkohë babai i tyre, i vendosur të kryejë ceremoninë fetare pa pëlqimin e saj, shkon me njerëzit e familjes për ta marrë Asin me forcë. Por përballë tyre del Yaman, i vendosur dhe i palëkundur. Ai u del përballë të gjithëve dhe i kërcënon se vetëm mbi trupin e tij do mund ta marrin Asin. Gjatë episodit të radhës, Serhan përballet drejt për drejt me Alazin.
ai e vën në pikpyetje veprimin e tij, duke akuzuar se ka marrë fëmijën e dikujt tjetër. Halazi, i thyer emocionalisht dhe me lot në sy, pranon se gjithçka që ka bërë ka qenë vetëm për lumturinë e Asit. Ai nuk kishte forcën t'i tregonte të vërtetën se vajza e tyre kishte ndërruar jetë dhe zgjodhi të jetojë me këtë barr i vetëm. Por fati sjell një kthes të dhimbshme. Asi dëgjon të gjithë bisedën pa u vënë re, e tronditur dhe e shkatëruar, ajo përballet me një të vërtetë që ndryshon gjithçka. Vendimi i saj mbetet i paqartë dhe pasojat duken të rënda. Ndërkohë, Serhan nis të bashkëpunojë me Yamanin, qëllimi i tyre është të zbardhin të vërtetën dhe të çojnë drejt burgut Handen dhe Iskenderin. Loja e fshehtë fillon të dalë në dritë dhe rrethi fillon të ngushtohet. Nga ana tjetër, Derini përballet me nënën e saj dhe i rrëfen se i ka treguar Yamanit gjithçka. Ky rrëfim hap plagë të vjetra dhe vendos marrëdhënien e tyre në një pikë pa kthim. Hande shfaqet me djalin e vogël dhe ja dorëzon Yamanit. Paralelisht, një tjetër sken prekse zhvillohet kur Neslihan dhe Gyven e çojnë djalin e vogël tek babai i tij Serhani. Pas këtij ribashkimi, mbetet e paqartë se si do të vazhdojë marrëdhënia mes tyre dhe çfarë sakrificash do të kërkojë kjo e vërtetë. Megjithatë, dyshimet e Yamanit nuk zhduken. Ai pyet veten se si është mundur që Hande u dorëzua kaq lehtë kur kishte mundësi të arratisej. I shtyr nga instinkti, ai bashkë me njerëzit e tij vendos ta ndjek Handen. Aty zbulohet një skenë tronditse. Iskenderi e ka ulur Handen në gjunjë dhe i drejton armën. Situata është në prag të shpërthimit dhe rreziku është maksimal. Si do të përfundojë kjo përballje? Kush do të mbijetojë dhe kush do të paguajë çmimin e së vërtetës? Gjatë këtij episodi, më në fund Derin kupton se është mbajtur peng si pjesë e një loje të rrezikshme, e cila ka lidhje me intrigat rreth akuzave për vrasje dhe manipulimet e Iskenderit, ndërsa Iskender përpiqet të hedhë poshtë fajësime duke e bërë Derinin pre. Episodi pasardhës, Yaman është kapur në një grackë të rrezikshme, ndërsa babai i tij Gyven është i gatshëm të bëjë çdo gjë për ta shpëtuar. Megjithatë, Yaman e kupton se është futur në një situatë shumë delikate dhe se babai është përfshirë në probleme edhe për shkak të tij. Por ai ndjen se nuk ka zgjidhje tjetër përveç të përballet me rreziqet. Rrugët e Yamanit dhe Asi përplasen në një tragjedi të thellë. Ajo mëson se babai i tyre ka vdekur, një humbje që e kthen dhimbjen e saj në zemërim. Asi e sheh Halazin si shkakun e vuajtjes dhe nuk është në gjendje ta kuptojë përpjekjen e tij për shpjegim, pavarësisht se ai mundohet të shpjegojë veten. Për momentin ajo është e fokusuar vetëm tek dhimbja e saj. Ndërkohë Halaz përpiqet të mbajë larg reagimet e të tjerëve dhe të mos e fajsojë veten, por në thelb është i shqetësuar për Asin dhe dëshiron vetëm ta ndihmojë dhe ta qetësojë shqetësimet e saj, pa dëshirë për t'u justifikuar para të gjithëve. Situata e tyre ndikon edhe tek Neslihan dhe Gyven, të cilët përballen me tensionet e brendshme dhe zbulimet që po e vënë në provë lidhjen dhe bashkëpunimin e tyre si çift. Është era e parë që ata përjetojnë një grindje serioze dhe fjalët e thëna me zemërim kanë lënë shenja. Yaman vjen faj për gjithçka që po ndodh. Ai e sheh veten si përgjegjës për problemet dhe vuajtjet e të gjithë familjes, edhe pse babai i tij është ai që shkoi larg për ta mbrojtur tërë grupin. Babai përpiqet i mbajë të fshehta disa të vërteta të rënda, por Yaman dëshiron që familja e tij të gjejë të paktën lumturi mes gjithë kësaj dhimbjeje. Në këtë mes Yaman gjen një mënyrë për t'i bashkuar të gjithë sërish për një moment të shkurtër gëzimi, një përpjekje e tij për të krijuar një kujtim të lumtur për familjen e tij, edhe pse ai vetë nuk e di sa do të zgjasë kjo qetësi përballë trazirave që po i rrethojnë.